Në fitoren e thellë të Vllaznisë, 2-1 ndaj Partizanit kontriboi mjaft mirë dhe Ardit Mesi me shënimin e 2 golave. I kënaqur Mesi për performancën e sotme? Faleminderit, e vërtetë që thuti gëc, por në radhë parë ndonjë falenderoj tan stafin edhe çunat për atë kthesë që bëmë mbas asaj javë që qëlluam me Vlonën Shkodër. Normalisht u do të kjo kthesë, për ne janë 8 ndeshje 8 finale dhe duhet se s'bën të marrin rezultate sa më pozitive. Mbështetjen e stafit e kena maksimale, du me falenderu super shumë për atë që në animojnë ne çdo javë si stërvitje edhe këtu të finale që jena ndeshje. Në krahasim me sezonin e kaluar, këtë sezon Ardit Mesi ka marrë besimin e stafit teknik dhe po merren minutat plota në formacion. Po normalisht është jo vetëm unë, po gjithë çunat po japin maksimumin që me shpërbly mundin e gjithë çunave dhe stafit siç e përmendëm më parë. Përfaqësojmë Vllaznin, një emër të madh, përfaqësojmë Shkodrën dhe duhet të kthejmë një trofe tash këtë vit në Shkodër. Nuk i niset mirë me humbjen e parë në Shkodër në flamurtarin 3-5, por kjo fitore e sotme mendoni se është një autokritik e duhur? Po sigurisht ne pa mallë vet ajo që ka ndodhur para një javë, por impenjimi i sotëm jo se si ishte javën e kaluar, por sa djem tregunin që ne mundena me bë shumë më tepër se kaq. Ju keni shënuar edhe në ndeshjen e parë në Shkodër dhe ky është goli i tretë personal në këtë kampionat? Po. Domethënë çdo javë t'japim më të mirë dhe të qenojmë sa më tepër. Cili është objektivi deri në çfarë shifrash mendon të shkojë Ardit Mesi në këtë sezon? Nuk është e rëndësishme te golat, unë kisha thënë kushdo që qenojnë, thjesht dalim pozitiv çdo ndeshje. Suksese Mesi. Faleminderit shumë.